siç ju thash, duhet i falenderoj të gjithë që të gjithë mbasi dolëm dhe në teatrin, ndajmë për rreth 1 orë në rrugë, bllokuan dhe rrugën, por qytetarët nuk bashkuan, të ishte protesta aq shumë e madhe sa duhet prisur, për arsye se ishin të zënë ato momente, bashkia ju ofroi 2-3 pika me botë dhe ishin në radhë dhe kishin ardhur se po të vinin në protestë, do të ikte radha për të mbushur ujin. Nuk është një situatë që ndodh për herë të parë në ujësjellësin e Vlorës. Ujësjellësi i Vlorës ishte përgjegjës në vitin 2024 në tetor për përmbytjen e qytetit, i cili në fonde sipas KLSH-s kishte harxuar kanale për të vajtur dhe për të ardhur deri në Milano, pra kishte pastruar kanalet në letër. Kjo është sipas raportit të KLSH-s, i cili ka mbritur në qytetin e Vlorës, ku fajton 100% ndërmarrjen e ujësjellës Kallëzimit Vlorë për abuzim me fondet. Në atë kohë, mbasi ne si Këshill Bashkiak i çuam bëm dhe kallëzim penal për përmbytjen, për dëmet e qytetarëve, për shpalljen e emergjencës, erdhi vetë zonja Balluku dhe i quajti grup të strukturuar kriminal. Dhe më bëhet qefi që zonja Balluku e zbuloi këtë grup në kohën e dur dhe ka gjithë kohën e dushme tani kur të vej në SPAK, me që do vej për veten e saj, të çojë dhe grupin e strukturuar të Vlorës, pasi kishte shumë të drejtë që u bashkua me ne të opozitës për të pikë që qytetarët e Vlorës ngelen pa ujë vetëm për vjedhje. Nuk ka asnjë arsye tjetër, Vlorën e ka bekuar Zoti, qoftë na klima, qoftë na ujë, qoftë na çdo gjë. Por për fat të keq, Vlora është e vjedhur me 1 miliard euro të hedhura në qytetin e Vlorës. Na qeveria, Vlora do të ishte një qytet që do ta kishin zili gjithë qytetet evropian. Por përveç Lungomarës, po të dalësh në përlagje, të gjitha rrugët e Vlorës janë të çara, po na projekti ujësjellësit i riu i parafundit, i cili janë lënë të gjitha rrugët e hapura, në çdo qoftë në Bear, qoftë në fundvit që vinë emigrantët, rrugët janë të çara, qyteti është në kaos pasi këto rrugë përbëjnë edhe problem në trafik, përfshi pasaj dhe zonën e Nevoselës. Aty është një çudi tjetër, Flavio. Janë hedhur rreth 12 milion euro, nuk ka mbaruar akoma projekti, dhe fshatrat si Panajaja, Oshtima dhe shumë fshatra të tjera aty janë pa asnjë pikë ujë ose vete ujë me orar. Pra, të hedhësh në 4 fshatra që mund të jenë sa 2 pallate në Vlorë si banor, të hedhësh 12 milion euro dhe prap nuk ka ujë. Këto çuditëra ndodhin vetëm me ujësjellës kanalizimit e Vlorës. Pra, është keq menaxhuar dhe është vjedhur. Një çudi tjetër, Flavio, në 2022-2023 ka humbur një investim, një tubo rreth 400.000 euro. Pra nuk po gjendet tubo fare, nuk është se e kanë vend vogël. Po e qartë. Do me thënë, këto janë çuditëra që nuk e di, në një ditë të bukur mund të vinë një regjisor i Hollywoodit të bëjnë në një film, se këta arrin deri në mosvënien e tubos fare dhe qytetarët me të drejtë kërkojnë ujë. Kërkojnë zgjidhje, e cila nuk është gjë që erdhi sot na keq menaxhimi i kryetares së re, është një problematikë që ka qenë në gjithë këto vite. Pra, Vlora vazhdon dhe do të vazhdojë dhe vite të tjera problemin e ujësjellës kanalizimeve, se fondet 100% janë vjedhur. Ky është problemi që ka